2025 ishte vit zgjedhor dhe si çdo vit zgjedhor në Shqipëri premtimet ishin të shumta dhe të përsëritura. Në mbyllje të vitit faktoje ka renditur faktet që flasin për kantiere të pambyllura, projekte të dështuara rrugësh, afate të shtyra dhe qytetarë të zhgënjur. Në prezantimet 3D të qeverisë, Tirana lidhet me Durrësin dhe Rinasin nga një tren modern elektrik. Në terren prej më shumë se 4 vitesh ekziston vetëm një kantier që s'po mbaron. Me disa afate të shkelura, Hekurudha Tiranë-Durrës-Rinas është ende larg përfundimit. Afati i ri i operimit të trenit elektrik është fundi i vitit 2026. Në pranverë skenari i njohur i fluturimit elektoral u rikthye në prag zgjedhjesh me zbritjen e avionit të parë testues në pjesën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Qeveria premtoi se aeroporti i Vlorës do të nisë fluturimet këtë vit, por faktet tregojnë se në realitet fluturimi vetëm mbeti ai testues i 8 majit. Naft premium si e Arabisë Saudite. Kështu e prezantoi qeveria zbulimin e naftës në Shpirag, por testet e kompanisë Shell rezultuan zhgënjyese. Giganti holandez është drejt largimit nga Shqipëria. Fondi sovran mbeti një ëndër e bukur bashkë me premtimin për epokë të re ekonomike nga nafta në Shpirag. Që nga 2013, ky është refreni i çdo fushate elektorale, por vendi ende vuan nga mungesa e furnizimit me ujë 24 orë. Afati i ri për të njëjtin premtim është shtyrë në 2030. Këtë vit gjatë fushatës zgjedhore kryeministri Edi Rama premtoi se në 2030 100% e qyteteve dhe 80% e fshatrave do të mbulohen me ujë 24 orë. Premtimi i bërë nga kryeministri Rama gjatë fushatës elektorale se Shqipëria do të kishte 2 avion zjarfikës të gatshëm për sezonin veror, rezultoi i pambajtur. Këtë verë, vendi kaloi një situatë dramatike për shkak të zjarreve që shkrumbuan mbi 60.000 hektar me pyje dhe kullota, por të vetmit avion zjarfikës ishin ata të ardhur nga vendet e BE-s përmes mekanizmit të mbrojtjes civile. Qeveria premtoi dëmshpërblim dhe rindërtim të banesave për të gjithë banorët e zonave të prekura nga zjarret këtë verë. Në fund të vitit ata ende presin për mbushjen e këtij zotimi. Në nisje të fushatës, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria e tij kishte ndërtuar 450 shkolla të reja në 10 vite. Faktet tregojnë se janë rindërtuar ose zgjeruar vetëm 43 institucione arsimore. 6 vite nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit 2019, procesi i rindërtimit është afër mbylljes financiare, por jo i përfunduar në terren. Qeveria ka shpenzuar 131 miliard lekë dhe raporton se 90% e projekteve janë ndërtuar. Ministria e Mjedisit premton se Shqipëria do të arrinte standardin evropian të flamurit blu për cilësinë e ujrave larës, por raportet e BE-s na rendisin në vendin e fundit në Europë për cilësinë e ujrave bregdetare. Ky është premtimi më i vjetër i ricikluar. Çdo zgjedhje sjell një valë të re legalizimesh të premtuara, por procesi nuk ka fund. Dosjet shtohen, afatet shtyhen dhe qytetarët mbeten peng të një premtimi që nuk po përmbushet. Që nga nisja e procesit të legalizimeve në vitin 2006 dhe deri më tani, legalizimet janë përdorur si mjet i rëndësishëm për mbështetje politike, sidomos në fushata zgjedhore. Verifikimet nxjerrin në pa hendekun mes premtimeve dhe realitetit, veçanërisht në një vit zgjedhor si ky që po lëm pas.